I nderuar lexues, mbas 14 vitesh nga botimi I parë I librit Në Shkodër të gjithë këndojnë, I nxitur nga kërkesat e shumta të miqve dhe lexuesve të shumt, mendova se ribotimi I këtij libri do të ishte I dobishëm dhe do shërbente më shumë në realizimin e atij misioni që I kisha vënë vetes me nxjerrjen në dritë të këtij libri në vitin 1997. Por koha tash I ka ndryshuar dhe nuk janë më si atëherë kur kënga qytetare shkodrane kishte pësuar goditje dhe atëherë rrezikohej të humbiste nga vërshimi I egër I atij vlerave. Për fatin e mirë të vetë këngës qytetare shkodrane dhe asaj mbar shqiptare, për të mirën e kulturës dhe artit ton, kënga shkodrane ka përcjell me sukses vrudhin maramandës të antivlerave të asaj kohe, që edhe pse shfaqen përsëri, nuk e kanë më atë forcën goditëse si atëherë. Por duhet të jemi përsëri të vëmendshëm për të ruajtur dhe çuar më tej këtë vlerë të pashëmbullt të shpirtit krijues për artistit të popullit ton. Duke qenë se libri Në Shkodër të gjithë këndojnë, si I pari në llojin e vet, u prit mirë nga lexuesit, nga kritika e kualifikuar dhe shtypi I kohës këtu dhe në Kosovë, ndjej shumë kënaqësi se I bëra një shërbim sado modest qëllimit për ta mbrojtur korpusin e fuqishëm të këngës qytetare shkodrane, e se sidoqoftë kanë vënë një gur në themelet e tempullit madhështor të saj. Kënga shkodrane ka nevojë për të gjithë ne, veçanërisht për të rinj që ta ruajnë e zhvillojnë atë pa ndërprerje. Prandaj, gjykova se ribotimi I këtij libri është I dobishëm dhe I nevojshëm. Autori Isa Alibali. Dhe këtyre dy fjalëve të vyera të autorit ton të dashur, do t'i bashkangjisim historinë e këngës Kaqurrelat. Një poet francez ka hyrë në letërsi vetëm me një poezi dhe studiohet nëpër shkolla. Ja kushtoi atë poezi një vajze shumë e vonë u bë gruaja e njërit prej shkrimtarëve më të njohur jo vetëm të Francës, por edhe të botës. Shprehu në atë poezi gjithë shpirtin e tij prej poeti dhe me sa duke I shprazi të gjitha ndjenjat dhe nuk shkroi më. Edhe Gatshuni bëri vetëm një këngë që mbeti në tempullin e këngës së bukur shkodrane. Edhe ai e deshja shumë vajzen me Kaqurrela, që mbeti e përjetësuar në këtë këngë dhe këndohet nga të gjithë. Asaj nuk krijoi më asnjë këngë. Analogjia nuk është as e përafërt, të paktën përveç sa u tha. Është një rastësi që pak kush e di. Tashti po e merrni vesh edhe ju, të nderuar lexues. Gatshuni ishte djalë I ri dhe mbeti I tillë në mendjen e në zemrën tonë. Jo vetëm se rinia e tij e prisht u dhunua egër nga diktatura komuniste dhe se u nda shpejt nga jeta, por edhe sepse na lën një nga këngët më të bukura e të reja të para 50-60 viteve, këngën e ngrohtë dhe plot ndjenjë Kaqurrelat. Nuk I kishte mbushur të 20 pranverat, ishte I talentuar, këndonte bukur dhe po aq ëmbël I binte edhe kitarës. Shpeshherë dilte mbrëmjeve të këndshme pranverore dhe në ndërtaret e shtëpive të vajzave të bukura të qytetit ton, bënte serenata së bashku me shokët e tij. E bënin këtë me radhë tek vajzat që donin shokët e vet. Kurse te vajzat që donte, ai nuk pranonte të shkonte. Shokët ju vunë shumë, sepse e dinin se sa e donte ai biondinën e bukur me flokë përdredhura, me mollzat e kuqe, me fytyrë të bardhë si bora, e me trupin e bukur dhe elegant. Ai nuk pranonte. Shokët ngulnin këmbë, por ai përgjigjej me vendosmëri kësaj dëshirë të shokëve të vet. Do të shkojmë së shpejti, kur t'ju lajmëroj unë, u tha një natë atyre. Kaluan disa ditë. Në shpirtin e trazuar të Gacit, vlonin ndjenjat fuqishme që kërkonin të shpërthenin. Ëmbëlsia dhe delikatesa e tyre gërshetoheshin me dëshirën për t'u bërë të ditur shokëve gjithat zjarr të pashfaqur që ndjente ai përbrenda. Tashti mund të shkojmë, u tha një natë me një çilë tërsi dhe entuziazëm të tillë sa që shokëve u bëri shumë përshtypje. Me instrumente në duar dhe me shpresën e këndshme se do të bënin një serenadë veçantë, me kënaqësinë dhe gëzimin e dukshëm në fytyrat e tyre rinore, u drejtuan për të parën herë për të një shtëpi dykaqe, në ndritaren e secilës, në qetësinë e asaj nate të bukur vere, u këndua një këngë e re. Miketi faqet kuqo si gjaku, mu për mastejem ka zan maraku. Qetësi e plot, dëgjohen vetëm jonet e reja të një këngë të posa krijuar. Pastaj, ose marakun ma kanë shtue moj Kaqurrelat e tu. Delikatesa e ndjenjave të shprehura në këtë këngë të re u aknashte shpirtin të gjithëve. Ligjërimi melodios dhe I këndshëm I Gacit, si ai I bilbilit në një kopsht me lule shumë ngjyrshe,
po depërton të thellë në ndjenjat e holla të këtyre djelmoshave. Por edhe në shpirtin e ndjeshëm e delikat të një vajze të re që, duke nxjerrë fshetas kokën në dritare, e kuptoi që në fillim se kënga i kushtohej asaj. Gatshuni vazhdoi të këndonte gjithnjë më me pasion deri në fund. O kam me vdekje, s'kam me i harrue, moj, kaqurrelat e tu. Këto vargjet e fundit, sikur i këndoi me trishtim, me një zë që i dridhej, sikur e parandjente se fati do t'i tregohej pamëshirshëm, se me të vërtet do të merrte me vete shumë shpejt edhe kuptimin e ëmbël të kaqurrelave të vajzës së vetme që deshi me shpirt. Gatshuni vdiq në burgun e diktaturës pak kohë pasi krijoi këtë këngë të bukur, i dënuar si antikomunist. Gjatë kohës që vuante burgun e egër, ku ishte i burgosur edhe kompozitori i nishquar Prenk Jakova, ky i fundit kujtonte se një ditë dëgjoi një djalosh duke kënduar. E tërhoqi ai zë e ëmbël dhe menjëherë e dalloi. Ishte zëri i Gatshunit, një prej amatorëve më të njohur të shtëpisë së kulturës, që ishte aktivizuar edhe si solist në shfaqjen Juda Makabe. Gaci ishte autori i këngës Kaqurrelat, të cilën ja kërkonin shpesh që ta këndonte në burg. Prenka po e dëgjonte për herë të parë në këto kushte dhe ndjeu një therrje në zemër. Keqardhja për Gatshunin, këtë talent të ri dhe me perspektivë, e pushtoi të tërin dhe gjithë ditën shndroi të rënditur tej mase për këtë humbje që po pësonte jo vetëm jeta e talenti i tij, por edhe vetë ardhmja e këngës e kulturës shkodrane. Isa Ali Bali, në Shkodër të gjithë këndojnë. I nderuar lexues,